Pyti 3 foshnjat e porsalindura me batanie dhe i fsheu ato në dollap arrestohet 25 vjeçaria në Itali. Një grua 25 vjeçare u arrestua në zonën më të gjerë të Reggio Calabrias me akuzën e vrasjes së fëmijëve të saj binjak, sapo i lindi ata. Gjithçka ndodhi në korrik 2024, por hetimet përfunduan sot. Vajza sipas prokurorëve vrau foshnjat duke i mbytur dhe më pas i fsheu trupat në dollapin e dhomës së saj duke i mbështjellë me një batanie. Zbulimi tragjik u bë nga nëna e 25 vjeçares për shkak të erës keqe që ndjeu kur hyri në dhomë. I fejuar i saj dhe babai i fëmijëve ndihmuan atë në vrasjen e fëmijës, siç duket se dëshmohet nga një sër mesazhesh telefonike që kishin shkëmbyer, i riu tani akuzohet për bashkëpunim. Në këto mesazhe, sipas hetimeve të prokurorit, duket se çifti vrau edhe një foshnjë të tretë 3 vjet më parë. I porsalinduri fatkeqësisht dyshohet se u varros në një fushë që i përkiste familjes së nënës së re. Karabinierët dhe policia në këtë kohë vazhdojnë hetimet për të gjetur trupin. Vrasësja e fëmijëve ishte shtruar në një spital në Reggio Calabria për shkak të gjakderdhjes së madhe, pak para se nëna e saj të zbulonte trupat e binjakëve të porsalindur në shtëpi, por kishte mohuar kategorikisht se kishte mbetur shtatzan dhe se kishte lindur.